Herën e parë që hyra në një ndërtesë në flak, mbaj mend vetëm zhurmën e firmarjes sime brenda maskës. Gjithçka tjetër ishte errësie. Tym dhe nxehtësi që të shtyp kraharorin. Nuk sheh pothuajse asgjë, vetëm ndjen. Ndjen muret, ndjen tokën, ndjen kohën që nuk pret. Shpesh më pyesin si është të përballesh me zjarrin. Zjarri nuk është vetëm flak, është një forcë që të sfidon, të frikson dhe të provon. Dhe në ato momente kupton se kufiri mes frikës dhe guximit është shumë i hollë. Guximi nuk është të mos kesh frikë, është të vazhdosh përpara pavarësisht saj. Kam parë njerëz në momentet e tyre më të brishta. Kam dëgjuar thirrje që nuk harrohen kurrë. Kam ndjer peshën e jetëve që varen nga një vendim i vetëm, nga një sekondë më shpejt, nga një hap më tej. Ne nuk luftojmë vetëm me flakët. Luftojmë me lodhjen, me pasojat, me kujtimet që të ndjekin edhe kur kthehesh në shtëpi. Por çdo jetë e shpëtuar, çdo dorë e kapur në mes të tymit, të kujton se je aty. Kur zjarri shuhet dhe gjithçka kthehet në heshtje, ne largohemi pa shumë fjalë, sepse puna jon nuk është heroizëm për lavdi. Është një zgjedhje, çdo ditë, çdo herë për të hyrë aty ku të tjerë dalin.
Unë jam zjarfikës, dhe thelbi asaj që bëj është i thjeshtë, të mbroj jetën edhe kur rrezikoj timen.